Mirëmëngjesi, sigurisht unë zakonisht jam nga personat vërtet të lumtur kur gjehet mundësia për të diskutuar me bashkëpunëtorët. Sa herë që kemi bërë prezantime, sa herë që jemi takuar, vërtet nga gjërat që unë shikoj më të rëndësishme është fakti që meqense ne në përgjithësi kemi punë solitare, shumica juaj jemi në field, punojmë secili me grupin e vet, por rrallë na ndodh që të jemi së bashku, të diskutojmë, të themi një gjë, të njihemi personalisht, madje me një pjesë tuaj njihem, por me shumicën jo. Prezantimin që kam sot e kam për një prezantim përgjithshëm sepse Adi bëri një prezantim teknik i cili kishte goxha informacion dhe mendoj që nuk do t'ju lodh shumë informacione, por duke qenë se edhe profili im është profil teknik, diçka teknike duhet të themi patjetër. Sidoqoftë një prezantim i shkurtër, unë quhem Erion Demiri, jam shumë gjëra dhe themelues i Etronik. Jam teknik, jam inxhinier, bëjmë një sasi shumë të madhe profilesh dhe kam vënë re që në përgjithësi në Shqipëri dhe vende si Shqipëria rrallë ndodh që një person të bëj vetëm një gjë. Ne në përgjithësi vim nga shkolla lindore famshme e cila na detyron që të bëjmë shumë lloj procesesh. E vështirë, por jo e pamundur. Ajo që desha t'ju pyes dhe që desha ta filloja si prezantim është kjo. E njihni se çfarë është? Ka ndonjëri në ide çfarë është? Mund ta thot me zë më të lartë, meqense s'po çoj mikrofonin deri atje sepse nuk ja vlen. Çfarë është? Jo sa megapiksel është. Kjo është një kamerë, është përgjigja e shumicës për jush. Okej, një kamerë e Tjandit, një model që bravo ju qoftë ata që e din, unë nuk e di çfarë modeli është, e mora nga rafti dje për ta pasur për prezantim. Është relativisht goxha e rëndë. Megjithatë, përgjigja nuk është ajo që unë do të dua të shpreh gjatë prezantimit dhe që shpresoj që të ndryshojë në fund prezantimit. Për çfarë do flasim? Do flasim për situata dhe trendet, si është situata në industrinë e teknologjisë dhe të CCTV-s në përgjithësi, pra CCTV-s specifikisht, sepse ne aty punojmë dhe për atë jemi mbledhur sot. Si është Tjandi dhe pozicionimi i Tjandit në treg dhe në përgjithësi tek teknologjia. Pozicionimin e Tjandit në treg na e mbuloi William i Qpar. Pikat kyçe teknike që bëjnë Tjandin dhe bashkëpunimin me ne, atë që unë mendoj që është një bashkëpunim fitues. Çfarë do thotë bashkëpunim fitues? E bëjmë këtë punë sepse mendojmë që kjo gjë është më e mira që ne dim të bëjmë. Nëse dikush nga ju mendon që ajo puna që bën nuk është puna më e mirë që ai mund të bëj, do t'i sugjeroja ta lindte atë punë dhe të bënte atë që di të bëjë më mirë në këtë botë. Pikat kyçe menaxheriale, meqense në përgjithësi në të tilla prezantime ne flasim zakonisht teknikisht, shpesh herë mungojnë koncepte që kanë të bëjnë me menaxhimin. Pa çka se jam teknik, fatkeqësisht kam diku ke janë 27 vite që merrem me fushën e teknologjisë, patjetër kemi mësuar dhe nga pjesa menaxheriale e gjërave. Situata dhe trendet në përgjithësi sot në industrinë e CCTV-s. Emërtimi ose më saktë emëruesi i përbashkët është inteligjencë artificiale. Besoj që të gjitha keni vënë re, ngado që të kthesh syt, ngado që të lexosh të gjitha brendet, nuk po them që Tjendi specifikisht është i veçantë, kanë drejtuar syt nga inteligjenca artificiale. Çfarë do të thotë? Çipet e reja. Dhe duhet kuptoni që janë çipet të cilët suportojnë implementimin e inteligjencës artificiale, të cilat pastaj përdoren në hardware të krijuar nga Tjendi, meqense sot jemi duke folur për Tjendin, dhe software i cili zhvillohet përsëri nga Tjendi. Inteligjenca artificiale ofron një gamë, po të thoya të madhe do ishte e gabuar, sepse akoma sot nuk kemi kufi për të kuptuar se ku janë kufit e inteligjencës artificiale. Pra bëhet fjalë për një gamë shumë të gjerë, të pakufishme. Pikat kryesore kanë të bëjnë me leximin sidomos të parametrave që kanë të bëjnë me
biologjin, pra ato që ne i quajmë parametra biometrik. Tjendi ka goxha produkte, nuk kemi pasur mundësinë faktikisht ja u tregojmë në rastin e një panajiri të madh që ishte në Shenzhen në shtator, ishte nga gjërat më të rëndësishme që po mbulohej. Fakti që me anë të kamerave ne mund të marrim, të kontrollojmë, të lexojmë, të katalogojmë dhe të ndjekim persona duke u bazuar tek të dhënat tyre biometrike. Gjithashtu, nëse ndonjëherë do të keni mundësinë që të shkoni në Tianjin, në qendrën e Tiendit, një pikë e cila unë vetëm këtë herë e pash, nuk më ishte dhënë e drejta ta shikoja më parë, ishte The Secret Room, they call it in Tiendi, I'm talking in English so William understands, e cila ka të bëj me të gjitha teknologjitë sekrete të cilat përdoren, sidomos në siguri dhe në zbatim në Ministritë e Brendshme kineze, për të gjitha stadet e shoqërimit personave, mbajtjes tyre, marrjes tyre në pyetje, intervistime kështu me radhë. Inteligjenca artificiale pra është nga gjërat që nga do ne rrotullohemi sot do t'ja dëgjojmë emrin. Teknologjia që sot po përdoret, sidomos në Tiendi, por në përgjithësi dhe duhet kuptojmë që ne po nuk njohëm se çfarë bën konkurrenti, kur nuk mund të jemi në të njëjtin hap me kohën dhe aty ku duhet të jemi. Sot është e vërtet, të paktën 3-4 vitet e fundit, dhe jo sepse Tiendi ka filluar të ketë një impakt goxha të madh në Shqipëri, por për shkak se kështu e ka sjell koha, gjithmonë më shumë po përdorin teknologji të avancuara në industrinë e CCTV-s. Nuk mjafton më të themi po vendos 3 kamera 2 megapiksel. Jo, nuk mjafton kjo. Projektet kanë filluar të jenë gjithmonë e më të avancuara. Dhe një nga pikat shumë të rëndësishme të cilat ne do të diskutojmë është edukimi dhe informimi. Unë kam goxha vite eksperiencë, por një pjesë të mirë këtyre viteve e kam kaluar edhe, pra jo vetëm, por edhe duke u marrë me pjesën e edukimit dhe të informimit. Për mendimin tim, edukimi dhe informimi është nga gjërat më të rëndësishme që duhet të ketë një profesionist. Nuk duhet mjaftohemi me faktin që një produkt i veçantë shitet. Ky produkt shitet dhe unë atëherë po merrem vetëm me këtë produkt sepse ky ecën, harxoj sigurisht gjithë ditën duke u marrë me të, shumicën e kohës dhe shkëputem, dhe është e vërtetë që të gjithë shkëputemi nga pjesa e marrjes informacionit. Por marrja e informacionit është nga gjërat më të rëndësishme, e cila bën ndryshimin midis nesh dhe konkurrentit. Një nga pyetjet që më ndodh të bëj dhe më ka ndodhur më ka bërë një profesor një herë në një prezantim, ishte, a e diti Erion, tha, se sa ka qenë diferenca e kohës midis, sa po kishin mbaruar garat olimpike, dhe i po fliste për një garë vrapimi. A e di, tha, se sa ishte diferenca midis vendit parë dhe vendit dytë? Unë si kugjërisht duke qenë technology guy, as nuk e dija që ishin bërë lojrat olimpike, jo më të dija se sa kishte qenë diferenca. A i tha, midis vendit parë dhe vendit dytë, tha, ishin vetëm 0.02 sekonda për të më treguar që midis vendit parë dhe vendit dytë sot në botë nuk ka më diferenca të mëdha. Midis nesh dhe personit tjetër i cili është konkurrent me ne në biznes, nuk ka diferenca të dukshme. Dhe ne duhet punojmë për të kapur atë 0.02 sekondë. Inteligjenca artificiale, për të rikthyer, ka bërë që ne të kemi gjithmonë më shumë kërkesa. Kërkesat kanë ardhur duke u shtuar. Çfarë është klienti? Zakonisht ndoshta jo klienti shtëpiak, ai klienti i thjeshtë, i cili shpeshherë mund të kërkojë, dua ca kamera që të kontrolloj këtë shtëpinë time, këtë biznes shumë rrallë. Po sidomos me projekte të mëdha, po hasim gjithmonë projekte të mëdha nga lojtar, nga klient që vinë nga jashtë Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë me radhë, të cilët kërkojnë gjëra gjithmonë më të avancuara. Dhe nëse ata kërkojnë dhe ne nuk kemi gati t'ja ofrojmë, e kemi humbur lojën. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi informuar përpara për ato që na kërkohet. Monitorimi dhe analiza dhe biometrike, thash parë sepse shumë doli më e thjeshtë biseda. Tiendi, sepse dhe njëherë po themi, po flasim për Tiendin, një nga gjërat kryesore, kemi diskutuar dhe më parë, është fakti që ofron vetëm
sisteme të bazuara në IP. Çfarë do të thotë? E dim që të gjithë që kemi dy lloj teknologjisë që vazhdojnë përdoren goxha sot, teknologjia analoge dhe një pjesë e juaj jam I sigurt që vazhdon ta njohë dhe ta përdori, dhe sistemet bazuara në IP. Sistemet bazuara në IP, dhe t'janë prodhon vetëm IP, kanë një sasi shumë të madhe benefitesh. Dhe unë duke qenë network, pra duke ardhur nga një botë e networkut, patjetër që për kuriozitetin tuaj një nga arsyet kryesore pse për herë të parë vendosa të bashkëpunoj me Tjendin ishte pikërisht kjo. Pika kyçe kryesore. Tjendi më prezantua, e pash çfarë lloj sisteme shkrijon? Ky krijon vetëm sisteme IP. Dhe I thash, "Okej, na bashkohet, më bashkohet mua si koncept." Dhe një gjë duhet më bashkohet mua, duhet ju bashkohet ju si koncept që të punoni. Nëse ti e ndjen veten tuaj me një produkt, asnjëherë nuk e përqen I pari me të produkt. Në rregull, pra nëse ti nuk pëlqen, nuk ndjehesh mirë, sot produkte ka sa të duash. Nuk vuhet produkte në botën që ne po flasim. Sistemet IP ofrojnë diçka goxha të rëndësishme. E para, protokollet e komunikimit. Nuk po merrem me analoge, nuk po merrem me pjesën analoge, nuk po merret cilat janë mangësitë e gjërat e tjera, një nga ndryshimet më të mëdha është fakti që për shembull vazhdoj sot të dëgjoj emërtime të tipit kamera analoge 5 megapiksel, që normalisht nuk ka një bazë teknike. Sepse sistemet analoge nuk maten me piksel. Sistemet analoge maten me TV lines. Rregull? Kështu që të gjitha këto fjalët e tjera, është e qartë që kuptohet që ne kemi të bëjmë me një adaptim të tregut për të t'ju afruar pra një gjë të përbashkët. Dhe realisht kam daluar të lexuari për TV line-et që kur bëj fjalë për 320 TV line dikur, dhe nuk jam marrë më. Përveç kësaj, për t'ju rikthyer asaj që po thoja, protokollet e komunikimit janë nga gjërat më të rëndësishme që sot sistemet IP ofrojnë. Për çfarë bëhet fjalë? Sidomos për sigurinë, përveç të tjera gjërave që ndoshta I kisha shkruar aty ke slajdi në fillim, unë jam një inxhinier sigurie dhe kur bëhet fjalë për sigurinë networku, është nga gjërat më të rëndësishme që unë shikoj. Për mua të dhënat, nëse nuk janë të sigurta, më mirë mos ekzistojnë. Enkriptimi, nga gjërat më të rëndësishme që ofrohet. Tjendi përdor protokolle goxha që janë standarde, jo të krijuara nga Tjendi, goxha stabil dhe që sot njihen si kryesorët në industri për datat në kalim, dhe bëhet fjalë për të dhënat që kalojnë nga kamera deri tek NVR-i ose tek serveri ku po regjistrohen ose po shihen ato, dhe data të ruajtura in rest, pra në momentin që të dhënat të ruhen, si enkriptohen ato për të mos u prekur. Sidomos, kalimi I dhënave në sistemet analoge është I pakoduar dhe kemi të qartë që bëhet pre e ato që ne I quajmë MITM, Man in the Middle Attack. Çfarë? Një sulm I cili bëhet një sistemi shumë I thjeshtë, sidomos në analoge, që ti tregosh atij personit një pamje tjetër nga ajo që kamera ti po I dërgonte. Okej? On Wi-Fi. Pika teknike që unë do thoja sot në këtë prezantim, zgjodha on Wi-Fi. Ç'është on Wi-Fi? Një pjesë tuaj e di që I gjoj sepse në Etronik kam tavolinën ngjitur me Adin dhe gjatë kohës që Adi flet, e gjoj që e përmend on Wi-Fi shpesh dhe shpesh e kemi dhe keq kuptime të on Wi-Fi. On Wi-Fi ka filluar në mos gaboj diku tek 2007-2008 të krijohet një protokoll I cili filloi të krijohej në momentin që u vure që kërkoi një standardizim. Çfarë? Industri të ndryshme filluan të prodhonin kamera, NVR, sisteme të ndryshme CCTV-e, dhe secili po fliste gjuhën e vet. Dhe në çastin që ti kishe dëshirë që të merre të bëje të fusi aty brenda një pajisje tjetër, të një brendi tjetër, ishte thuajse ose shpeshherë e pamundur. U krijuan fillim si në një forum, Open Network Video Interface Forum, dhe më pas ky emër nuk u përdor më, sepse nuk u mor vetëm me video, dhe sot kemi on Wi-Fi të aplikuar në një sasi shumë të madhe pajisjesh. Thelbi I tij ka mbetur I njëjti. Të ofroj komunikim, të ofroj standardizim. Dhe Tjendi është full member. Sot kemi diku në mos gaboj ke 35.000 pajisje
lloje pajisjesh në botë të cilët suportojnë non-Wi-Fi. Kemi diku tek 500 ose 1000 kompani të ndryshme të cilat janë pjesë e non-Wi-Fit, pra si organizat. Imagjinoni non-Wi-Fin si një organizat e cila ka bordin e vetë gjitha me radhë, të cilët janë pjesë e saj. Tjendi është ke ato që 25 të cilët quhen full members. Çfarë janë full members? Po ti keni parë me kujdes ato kutitë e NVR-it, sepse mua më qëllon që kam dhe garderobën ngjitur me një raft të NVR-eve, aty shkruhet full on-Wi-Fi member. Çfarë? Një antar i nivelit full, i cili sigurisht ka pagesa më të larta, por që mua kjo nuk më intereson shumë, ama ka zë goxha të madh në mënyrën se si on-Wi-Fi zhvillohet. Kjo është ideja. Tjendi, sot unë maksimumin e kompatibiliteti që kam parë në botën e CCTV-s e kam parë tek Tjendi me NVR-et, me kamerat e tyre dhe nuk kam dëgjuar deri më sot dikush i cili nuk ka arritur të komunikojë me on-Wi-Fi me një pajisje tjetër, nëse ajo pajisja tjetër e ka aplikuar ose e ka zhvilluar on-Wi-Fi ashtu siç duhet. Se kur mund përdoret, që të gjithë sot kemi një nga pikat më të rëndësishme, është shpeshherë mund të ndodhë që të kemi sisteme të vjetra, IP, të cilët ka ardhur koha dhe ne mund të duam funksione të caktuara. Shpeshherë këto funksione janë vetëm tek NVR-i, nuk janë pjesë e kamerave. Ne mund të marrim, në rastin e një projekti, të ndryshojmë vetëm NVR-in e një sistemi të caktuar, ose vetëm kamerat e një sistemi të caktuar, për të ofruar atë që quhet detyra e inxhinierit. Cila është detyra e inxhinierit? Të ofroj maksimumin e performancës me kostot më optimale. Se që ti themi hidhi që të gjitha, nuk besoj se ka nevojë për shkollë dhe për tru. Kaq për sa i përket pjesës teknike të prezantimit. Shpeshherë na ndodh që ne të përballemi me kërkesa. Shumë herë na ndodh të përballemi me kërkesa dhe shpeshherë ajo që bëhet, çfarë? Një klient i caktuar na kërkon diçka dhe ne duhet t'i ofrojmë diçka. Por që ne të jemi të zotë ta ofrojmë atë, ne duhet të jemi përgatitur. Dhe përgatitja, jo pa çka se slajdi shkruan Tjendi atje në krye. Përgatitja në përgjithësi nuk ka të bëjë me Tjendin, ka të bëjë me faktin se si njeriu funksionon, si funksionon shoqëria. Ne duhet të jemi përgatitur dhe kemi pasur që në shkollë shprehjen e famshme që thoshte fati këndimon, se thonim hynim në provim, nuk e merrnim provimin dhe thonim s'më hec si fati kësaj here. Nëse nuk do të përgatitesh, është i qartë që fati nuk do të ndihmojë asnjëherë. Përveç në rasti ekstrem, kështu që. Kështu që një nga pikat kryesore ku unë mendoj që Jetronic dhe partnerët tanë si Cospro dhe Treco do të fokusohemi në vitin që vjen, ka të bëjë me përgatitjen dhe me edukimin. Do flasim pak një çik më pas për këtë pjesë. Ajo që dëgjoj gjithandej në për telefonata është fjala. Nuk shkohet te klienti me duar në xhepa. Dhe është diçka e cila nuk ka ditë që nuk e dëgjoj. Çfarë? Ne përballemi me klientin. Ju, një pjesë e mirë juaj, këtu kemi edhe disa partnerë të disa kompanive të mëdha, sidomos të ISP-ve, por një pjesë e mirë juaj e njoh për fytyrë që janë persona të cilët përballen me klientin, pra në vija e fundit atje që përballet me klientin. Duhet të jeni të përgatitur. Dhe duhet të jeni të përgatitur jo për Jetronicun, as për Cosprodin, as për Trecon, as për Tjendin. Duhet të jeni përgatitur për veten tuaj. Dhe që të jesh i përgatitur, sigurisht nuk mund të përgatitesh në mëngjes. Ju do thoni, e thot këtë njëri të cilit nuk i funksionoi ekrani kur po niste prezantimin. Fatkeqësisht u provua dhe ekrani gjithçka funksiononte siç duhej para se ju të vinit dhe ndodhi pikërisht në atë moment dhe pastaj patën dhe ato teoritë konspirative të tipit syri, hudhra e gjëra tjera. Nëse, sidoqoftë. Çfarë mendoj unë që një instalator duhet të ketë me vete? Gjëja më e rëndësishme, ajo që nuk besoj që kemi nevojë të vendosim një emër, është truri. Të vendosim dhe të kemi trurin me vete në momentin kur ne duam që të ofrojmë një shërbim. Në momentin kur ne duam të ofrojmë diçka. Dhe përdorimi i trurit është ai që bën njeriu të ndryshëm nga gjërat e tjera që na rrethojnë këtë botë. Kemi të qartë gjë apo jo? Sigurisht,
veglat e punës fizike i them unë. Çfarë janë veglat e punës fizike? Veglat e punës që do na duhen për të bërë ne një instalim caktuar. Dhe veglat e punës, Tjendi, Electronic, Kosprod, ka menduar që t'ja u jap në një lloj forme, jo të gjithë, është e qartë që nuk do arrijmë që të gjithë, por do të kemi disa kite veglash sot. Dhe unë isha nga kryesorët që votova për të ofruar vegla pune dhe jo udhëtime. Ata që kanë qenë pjesë e eventit vitin që shkoi e pa që ne dham udhëtime. Sepse unë mendoj, paçka se edhe unë jam familjar dhe kam dhe unë ato kërkesat e mia nga familja, kur mendoj zakonisht për punën dhe për veglat e punës. Dhe ato që quhen aparaturat nevojshme, çfarë janë aparaturat? Gjëja më e thjeshtë. Një kompjuter me vete, një laptop. Nuk mund të shkojmë për të bërë një instalim, sa do i thjesht qoftë ai pa pas një laptop me vete. Një switch PoE, sot një switch PoE, nga ato switche që shiten të pa menaxhueshëm, nuk po flas për switchet menaxhueshëm, ne mund t'i gjejmë me çmime ekstremisht ulta për ta pasur gjithmonë me veten çantë, për të pasur mundësinë që ne të aksesojmë një kamerë, diçka e cila e dëgjoj vazhdimisht çuna dhe gotë. Një tester networku, dhe për tester networku, një lajm shumë i mirë mendoj unë, që të gjithë, paçka se në u desh të shtonim karriget, sepse nuk keni treguar aq të mirë të regjistroheshit që të gjithë, keni ardhur më shumë se ishin regjistruar. Ne kemi vendosur ca testera networku në dalje, ku secili pretendoj unë, një pjesë e mirë të paktën do të marrin nga një tester të thjeshtë networku që ta kenë në atë ditën e zezë me shi në mes të ora 9 të darkës kur ai kabli i famshëm nuk funksionon. Okej? Sigurisht, pajisjet e networkut fillojnë që nga $10 dhe nuk ka një limit në lartësi, në çmim. Kështu që ne patjetër nuk mund të ofronim gjëra ekstremisht të shtrenjta, ama kemi dhe ca IPC testera që për mendimin tim janë nga veglat goxha të rëndësishme dhe këto. Do jepen në formën e ca çmimeve, Rozi di më mirë ato detajet, të cilat na japin mundësinë që ne të kemi mundësi diagnostikimi. Që mos përdoret ajo shpreha e famshme, folliqa këtu ke ky klienti, që jam i sigurt që të gjithë e keni, shpresoj mos ta keni thënë, po për të dëgjuar keni dëgjuar. Ajo që ne lajmërojmë për vitin që vjen, sepse tani duhet vesh dhe xhaketën e administratorit e Electronicut, pra jo thjesht teknikut. Ajo që ne lajmërojmë për 2026 është bërja e trajnimeve dhe nëse në evente të tjera ne kemi dhënë certifikata, paçka se ato evente japin shumë informacion, duke mos ofruar hands-on training, më falni që thash anglisht, duke mos ofruar trajnim, duke prekur pajisjet, sigurisht nuk janë tek ajo që unë mendoj që duhet të jetë një trajnim. Unë jam nga ta që lartë qoftë të qëlloj, të ulesh dhe trish përpara meje, ta bëj kokën dhallë gjithë ditën kur vjen puna për trajnime. Okej? Trajnimet nga Tjendi do të ofrohen nga Electronic, nga Kosprod, nga Treko. Do të kemi një trajnim çdo muaj ose çdo 2 muaj. Në akoma nuk e vendosur, mendoj çdo 2 muaj. Vendet do të jenë të rezervuara, trajnimi do të jetë falas, por paçka se trajnimi do të jetë falas, nuk do të thotë që trajnimi do të injorohet. Do të merret shumë seriozisht dhe personat që do të regjistrohen do të flisin secili me menaxherin tuaj çitjeve. Në ato që do bëjmë Electronic do bëhen atje tek salla jon që ne bëjmë trajnime të tip të tjera disiplinave. Këto fotot që janë këtu, janë të qarta që janë një tjetër disiplinë. Gjithashtu në Kosprod dhe në Treko. Për mendimin tim, nga lajmet më të interesante të vitit që vjen, në këtë mënyrë do të keni një certifikim zyrtar nga Tjendi, sepse Tjendi, pa u munduar ne dhe aq shumë, ka filluar të bëhet standard dhe ka filluar të kërkohet. Dhe në çast që kërkohet nëpër institucione, kërkohen dhe certifikime që ky person të jetë i aftë të përdori, programoj, troubleshoot të pajisje. Cilat janë ato pikat kyçe që unë mendoj që na bëjnë ne. Dhe kur them ne, Electronic, Kosprodin dhe Trekon, Tjandin dhe shumë e rëndësishme ju, ato që quhen partner fitues. Cilat janë pikat? E para, një nga gjërat që unë kam zbatuar tek Electronic, kjo është mënyra si unë mendoj. Ne mendojmë dhe besojmë tek fakti që nëse bëhet fjalë për fitim, sepse në fund të kësaj gjëje që po bëjmë nga mëngjesi deri në darkë, cili është? Është që ne të kemi
fitime monetare që i përdorim ato për familjen, për fëmijët e kështu me radhë. Unë mendoj dhe në konceptet e mia është që fitimi duhet të shpërndahet në të gjitha hallkat e zinxhirit, që nga prodhuesi deri tek instalatori atje në fund. Nëse nuk shpërndahet fitimi ashtu siç duhet, diçka nuk funksionon, ky zinxhir do kputet. Tentoj ta bënte gjysma e Europës, gjysma e botës, nga 44 e këtej dhe nuk ja doli. Kjo pjesa e majtë e botës, pjesa e djathtë e botës, pjesa e majtë, pjesa europiane, amerikane me kështu, që e kuptuan këtë gjë që në fillim, i ndërtuan këto lloj bazash. Çfarë? Gjatë kohës që ne punojmë, gjithkohës do të mendojmë. Fitimi duhet të shpërndahet tek secili nga ne. Prodhuesi, distributori dhe sigurisht instalatori. Asnjëherë mos mendohet që se s'bën diçka duhet ta fitoj të gjithën instalatori ose të gjithën distributori kështu me radhë. Ajo që ne mund të bëjmë dhe që bëjmë zakonisht është suporti nga ana e prodhuesit, suporti nga ana e distributorit për të ofruar këtë mundësi që unë thash. Çfarë? R&D-ja e Tjantit, Research and Development e Tjantit. Tjanti ka një team Research and Development shumë të madh i cili jep mundësinë për të kërkuar në teknologji të reja dhe për prodhimin e produkteve të reja. Besoj, e pat dhe tek prezantimi më parshëm i Adit, kemi një sasi të madhe produkte që shfaqen vit pas viti, është e qartë që këto produkte nuk mbi nga dheu, kanë një sasi të madhe persona të cilët studiojnë dhe i zhvillojnë. Ajo që quhet pre-sale, më falni po shpeshherë nëpër slide më shkon goja anglisht, pa çka se prezantimi është i gjithë në shqip, nganjëherë përdor ca terma. Ajo që quhet pre-sale, ç'është pre-sale? Edhe kjo që po bëjmë sot. Dhe ato trajnimet që do të bëjmë. I gjithë procesi që ka të bëjë me pjesën përpara shitjes. I gjithë procesi i cili ne na jep mundësinë që të zgjidhim problemin e detyrës projektimit dhe të zgjedhim produktin që i përshtatet kësaj detyre projektimi. Dhe për pre-sale, deri tani mendoj se jemi mirë. Tek Etronic duhet bëjmë ca ndryshime, megjithatë mendoj që jemi relativisht mirë. After sale, nga gjërat më të rëndësishme që kanë vënë re që në përgjithësi kompanitë, dhe kjo ka të bëjë me kompaninë e cila duhet ta analizoj, mendoj që nuk kemi keq, ama sidomos tek instalatori çalon. Çfarë? Suporti që i jepet klientit pasi kemi bërë instalimin dhe kemi marrë te pagesa. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Ajo që ndryshon dhe bën ndryshimin e vendeve të avancuara ose inxhinierëve ose ofruesve të shërbimit të avancuar dhe stabil me persona të tjerë të cilët në çastin që shikojnë që sikur s'kan fituar ai sa duhet nga ky klient, unë po e fik telefonin s'po ja ngrem më. E thjeshtova fare një term i cili ka brenda një sasi shumë të madhe gjërash. Garancia që ofrohet nga Tjandi, ne punojmë, ju e dini, ata që janë klientë Etronic, po dhe ata që janë të klientë të Cosprod e dinë që as Cosprod as Etronic shet vetëm Tjandi. Shet bile një sasi shumë të madhe produktesh. Mua personalisht nuk më ka ndodhur realisht, dhe unë jam i sinqert edhe nëse gjëja nuk më shkon mirë me strategjinë, që të kem një prodhues i cili ka një failure rate kaq të ulët sa shka Tjandi. Realisht, sasia e produkteve të cilët që kur vinë kanë probleme, ose që kanë probleme mbasi instalohen field, nëse janë ndjekur kushte teknike për ta instaluar atë, është shumë e ulët. Dhe praktikisht kemi diku ke 3 vjet, kemi programin ton, Ministeri i votun të kokën duke pohuar, pra kemi programin ton të warranty, dhe we didn't have any product turned back to Tjandi. Kjo për Williamin që po na dëgjon atje në fund. Që për mendimin tim është nga gjërat më të rëndësishme. Sidoqoftë, ne kemi 2 vite garanci, që të gjithë keni garanci dhe Adi besoj u ka treguar kushtet e garancisë. Updated, çfarë? Gjatë gjithë kohës, skuadra e Research and Development këtë Tjandi merr dhe bën update të firmwareve, sidomos nëse kemi raste të cilat do të sillnin rritje të sigurisë. Bërja e updateve mund të bëhet ose nëpërmjet ndërfaqeve web të NVR-ve ose nëpërmjet celularit, gjë që unë zakonisht dhe Adi zakonisht nuk e këshillon, sepse komunikimi midis nesh dhe kameras dhe NVR-it mund të shkëputet kur ne jemi me celular. Këto janë 5 pikat kryesore, 5 fushat kryesore, pse unë mendoj që ne të gjithë bashkë, jo ne, si kështu, jemi një ekip fitues.
Gjatë kohës ama që ne flasim, shumica e problematikave që unë shoh ka të bëjë me dokumentimin dhe kjo jo vetëm specifikisht për tjendin. Çdo të thot dokumentimi. Sidomos tek kompanitë sistemi integratori instaluese të kamerave, unë shikoj një mungesë dokumentimi. Mungesa e dokumentimit është ajo që ne na bën të mos ofrojmë dot asnjë lloj shërbimi mbrapa. Shpeshherë nuk krijohet asnjë listë thjesht pajisjeve, kam shkruar aty. Sa për jush marrin dhe kanë një regjistër të pajisjeve që kanë instaluar në klientë të ndryshëm sipas emrave, sipas modeleve, se numrave dhe serial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ngritet gjithë, se mos thoni që 8 po shikoj në 120-130 veta që jemi këtu. Asnjë nuk e ke. E qartë, është e vështirë, dokumentimi është i vështirë, çuna e di, nuk jam person që flas teori, nuk jam një person që kam ardhur sot nga bankat e shkollës dhe po them se si ma kam mësuar profesori i shkollë. Jo, kam 27 vjet që merrem me teknologjinë. E di që është e vështirë dokumentimi, e di që duket humbje kohe, e di që duket sikur s'po na nxjerr lekë, se lekët i nxorri instalimi, i mora. Por është nga gjërat më të rëndësishme për të bërë të mundur lidhjen tonë me klientin, lehtësinë tonë për t'i ofruar atij klienti shërbim dhe që ai klient të rikthehet prapë te ne. Dhe këtë nuk ma ka thënë Adi ta shtoj, po jam duke e thënë sikur po e thot ai, harrimi deri i passwordeve që vendosen te klientët. Një instalim që bëhet, patjetër e di që mbaron në 10 të darkës. Nuk ka një instalim që mbaron 7 mëngjesit, e di. Është si puna kamionave që vinë. Kamionat do vinë ose në 4 mëngjesit, ose në 12 natës. Asnjëherë s'qëllon që të vinë orar dreke. Dhe instalimet mbarojnë gjitha vonë, unë e di, por në atë kohë të paktën bani kohën për të ruajtur gjërat më elementare të networkut që keni ngritur. Dhe si do të ishte diçka në një botë ideale, çfarë? Dhe si duhet kalonte? Duhet kalonte në konceptimin e një projekti, dhe ju lutem kur flas për konceptimin, sigurisht nuk flas për një projekt i cili ka 3 kamera në një shtëpi. Okej, aty mund të jeni më të shpejt në bërjen e ofertës e kështu me radhë. Konceptimi i projektit, çfarë na kërkohet? Detyra projektuese. Vizatimi i këtij projekti. Bërja një vizatimi, qoftë dhe me laps me letër, nga gjërat më të thjeshta, por njëkohësisht më të rëndësishme që na japin edhe mundësinë të krijojmë idenë e njëkohësisht kur të vi momenti të ofrojmë troubleshooting. Bill of materials, i themi ne në gjuhën tonë angleze të bukur, çfarë? Bërja e një liste të produkteve e cila i përshtatet projekti. Dhe këtu kemi një ngërç të madh, bill of materials dhe ofertimi. Shpeshherë klientët marrin këtë bill of materials që ne ja dham dhe fillojnë lëvizin andej këtej duke pyetur sa lek ma bën ti këtë? Qose ky tjetri ma bë ka 1 euro më lirë, okej që ka më i mirë ky. Dhe për këtë e kemi adresuar një formë. Mbas ofertimit dhe fitimit të kësaj oferte, këtij projekti, implementimi dhe në fund dokumentimi, ai që po diskutonim, bërja, dhe kjo është hapat standarde që ne duhet të ndjekim për të bërë një projekt. I vetmi ngërç që gjetëm këtu, se këto tjerat kishin bënin me aftësitë tona, që ne duhet marrim, të ulemi, të lexojmë, të punojmë kështu me radhë. I vetmi problem që na doli pak a shumë ishte ky këtu. Kjo pjesa e këtij klientit që vazhdon të jetë mbreti dhe më i miri, më i dashuri për ne, por që bën të tilla veprime të papëlqyeshme. Si mendojmë, dhe nuk e kemi shpikur ne, si e ka adresuar bota moderne këtë problematik. Ne ndoshta nuk mund ta bëjmë për të gjitha projektet, por duke filluar nga 2026, keni mundësinë që të rezervoni në Etronic, Cosprod ose Treco një projekt tuaj, i cili është mbi 2.000 euro, kemi vendosur një vlerë mbi 2.000 euro për një klient relativisht serioz, duke bërë të mundur që të mos shiten pajisje një personi tjetër që vjen kërkon të njëjtat pajisje për të njëjtin projekt. Për të bërë këtë, do të keni informacion më pas nga Adi dhe nga çunat e Cosprodit, se si ju projektet e tilla të mund t'i mbroni tek ne. Dhe një herë si për herë, Etronic, Cosprod, Treco, nuk vrapojnë mbas klientit i cili po kërkon të blejë ca pajisje. Nuk do ju shesi kurrë
për 1, 2 euro, 3 euro. I kemi tani të ardhurat për shumë vitesh, të dyja si kompani, të treja si kompani, kemi të ardhurat që ne të mos tradhtojmë atë instalatorin fundor për një tjetër që vjen më mbrapa. Kjo do të bëhet me anë të websajteve, do komunikohen nga menaxherët. Duke punuar dje te Etronik, një nga djemt që erdhi për të marrë materiale, rinte duke folur me vete faktikisht, duke thënë, po ç'është për kjo punë instalimi falas? Dhe instalimi falas faktikisht, dhe prandaj e futa ishte duke punuar me prezantimin, nuk është se kisha një plan për ta fiksuar. Instalimi falas është një nga fjalit që unë dëgjoj shpesh dhe që fatkeqësisht, për mendimin tim, është nga fjalit më të dëmshme në industrinë tonë. Vim nga një shkollë lindore. Është ata që kanë studiuar pak për pjesën e shkollimit, arsimit e kështu me radhë, mund të kenë hasur një term që merr të gjithë botën, i vendos një vi diku aty tek Polonia vertikalisht dhe i ndan shkolla lindore me shkollën perëndimore. Dhe shkolla lindore të fundit fare, pa çka se trumpetonte për mirë, ishte njeriu dhe koha e tij. Dhe sot që ne po flasim, gjëja që vazhdojmë ta kemi shumica jonë dhe shumica klientëve tanë është vlerësimi për kohën dhe eksperiencën e atij personi që po bën një gjë. Dhe në çast që ne përdorim termin të bëj gjitha këto dhe instalimi falas, pa çka se ne mund ta kemi kamufluar, e di që ju thoni po unë e kamufloj atë vlerën e fus aty brenda. Jo. Instalimi falas jep mesazhin që koha ime është 0, aftësia ime është 0, eksperienca ime është 0, dhe ti po paguan këto pajisjet të cilat kushtojnë kaq, po s'kemi ç'i bëjmë se janë prodhuar atje në Kidh dhe kushtojnë kaq, mi ka shit kaq Etronik ose prodi. Jo, ne duhet të ndryshojmë konceptin dhe përdorja e fjalës instalimit 0 është nga fjalit më të dëmshme që ju dëmton ju më shumë se sa ne, por që duhet ndryshuar në industri. Mund të dhe është shumë e logjikshme që instalimi të jetë më i shtrenjtë se pajisjet. Dhe këtë duhet ja mësoni klientit. Koha ime duke harxuar, dhe kjo që po bëjmë sot, mund të ishit me familjet, mund të ishit me bashkëshortët, s'keni fatin tim që unë e kam këtu përballë, jeni duke dëgjuar dhe duke marrë këtë informacionin duke harxuar kohë. Dhe kjo është gjë më e vlefshme. Jo pajisjet janë, jo kjo. Në rregull? Mos e shisni veten lirë, mos e shisni veten sikur zvleni, mos jep mesazhin që ti zvlen, mos e ul një gjë, 1 euro. Nuk jam ke persona të cilët abuzojnë me çmimet. Jo, nuk mendoj që në botën që ku ne flasim, ti ke mundësi që të marrësh dhe të abuzosh me çmimet, të marrësh vendosësh çmime ekstreme. Jo, nuk lejon ty tregu ta bësh atë gjë. Por jo të sillesh përpara klientit 0,5 euro, 1 euro. Mesazhi që klienti merr është që ky person punon për 1 euro. Ky person punon për një kafe në ditë. Dhe gjëja e parë që do të bëj, do të marrë atë listën tënde dhe do filloj të bi telefonit. Se mos del në një tjetër, i cili punon ka për 1 euro më lirë. Mesazhi më i gabuar që sot vazhdon të jetë kryesor në industrinë tonë. Dhe kur them industrinë tonë, CCTV-ja, pra jemi këtu ke CCTV-ja. Pikat kyçe menaxheriale, që kam zgjatur më shumë se ç'duhet, ofrimi i shërbimeve dhe vetëm çmime pra drastikisht të ulta, një gabim shumë i madh, sjell përbuzje, sjell humbje interesi nga ana jon. Dhe kjo është më e rëndësishme për mendimin tim, humbje interesit nga ana jon. Në çast që ne nuk kemi fitimin që duhet të merrnim, ne fillojmë dhe mendojmë për diçka tjetër, automatikisht është natyra njerëzore, ne fillojmë mendojmë për diçka tjetër, fokusi jon drejtohet diku tjetër. Humbja e interesit sjell kursim materiale, se si do t'ja bëjmë tani, që ta ofrojmë atë gjën aq lirë. Çfarë do bëjmë? Do marrim, do të përdorim më pak materiale, në vend që të vendosim 3 vite, do vendosim 1 vit. Që pastaj e dim se çfarë sjell, rënje cilësie në implementim, mungesë suporti, sigurisht në çastin që diçka e kam dhënë në thonjza për një çap buk. Është e qartë që kur ti bjerë ai personi telefonit mas 2 javësh, 3 javësh, 4 javësh, 6 muajsh do vazhdoj ti bjerë ai. S'do shkoj aq larg që herën e parë s'do ti përgjigjesh me telefon.
Dhe në fund dështimi i biznesit, çuna dhe goca nuk kanë parë kur një biznes i cili shet për i çap bukë që të ketë pas sukses. Nuk ka nevojë ta them unë, botë që të shikojmë se ç'a ndodh në botë dhe ajo pjesa perëndimore e zhvilluar, janë më zhvilluar tani nuk kemi ç'e bëjmë. Kur s'kam parë diçka të tillë. Unë besoj dhe ne besojmë tek zhvillimi i tregut dhe zhvillimi i tregut në fushën tonë është nga gjërat goxha të rëndësishme. Ndoshta një pjesë tonë si sistem integrator mund të jemi të vegjël dhe mund të mos bëjmë zhvillim tregut të studiuar, mund mos kemi persona të cilët marrin dhe kemi një skuadër caktuar, kështu me radhë mund ta bëjmë vetë, shpeshherë ne jemi one man band, shumica jo shumica, një pjesë e juaj janë një person i cili bën gjitha. Ama me anë të medjave sociale, diskutimet online dhe mediat sociale janë nga gjërat që përdoren sot më shumë dhe më thjesht në botë. Prezenca në mediat sociale, unë personalisht kam akauntin në mediat sociale që i përdor për punë, por Etroni ka akauntet e veta, pra llogaritë e veta. Mendoj që llogaritë në mediat sociale janë nga gjërat të cilat mund t'ju ndihmojnë shumë në zhvillim tregu me kosto të ulta. Gjithmonë po flas me kosto të ulta. Pjesëmarrja në konferenca, si puna kësaj dhe panajire, patjetër krijon network dhe ju jep mundësinë që ju të komunikoni. Duke pasur parasysh këtë gjë, ne kemi kontrolluar, më saktë nuk kemi kontrolluar, po na ka ardhur vetë si edhën, që në gjirin ton kemi një sasi të madhe personash cilët realisht i kanë kushtuar goxha rëndësi mediave sociale. Nuk na kanë pyetur, ne kanë punuar për veten e tyre, kanë ngritur fitimet e tyre, tregun e tyre ata. Ku një person ka dalë më shumë më lart se të tjerë, një kompani që është Vjor Electric e ftoi sepse dje duke diskutuar, Tjendi dhe ne vendosëm t'i japim një çmim të vogël, pa i thënë fare ku është Vjor Electric, vi pak. Po, hajde Vilsi. Një çmim të vogël, i cili është specifikisht për rrjetet sociale dhe për punën. Duket zarfi holl, por ka diçka. Në rregull, është specifikisht nga Tjandi, sepse për ta thënë seriozisht, ishim duke ngrënë darkë, kemi qenë dhe në Tjendi, në Tianjin, kur personat atje kishin parë videot dhe i kishte bërë përshtypje. Dhe kjo që arsyeja që ne morëm këtë vendim. Shumë faleminderit. Në rregull? Nuk është vetëm merita ime, është e Tronikut dhe në veçantë e Adrianit. Okej, po në videot kam parë vetëm ty. Për të thënë këtë, sepse nuk mund të mos ta thonim për një partner i cili realisht, thash dhe njerë, nuk ka rënë dakord me ne, ka punuar goxha, një pjesë e juaj bile e di se kanë diskutuar me Adin, që si person ka arritur duke harxuar kohën për të bërë video, duke dhënë informacione, sigurisht për të rritur tregun e vet dhe të gjithë jemi partner. Në çastin që një person, partneri joni, rrit punën e tij, sigurisht na ndihmon të gjithëve. Kjo është arsyeja pse unë si Erion mendova dhe lajmërojmë për 2026-ën një fond i cili është 2% e xhiros. 2% e xhiros të gjitha sistemi integratorëve tanë, të cilët gjatë vitit sigurisht instalojnë pajisje Tjendi dhe duhet të bëjnë një sasi postimesh, që ne i menduam një postim në javë, dhe një postim në javë për një media sociale nuk është gati asgjë. Normalisht nëse ti je serioz për media sociale, duhet ta bësh pak një postim në javë, ku ti bën tag Tjendi, nuk bën tag as Etronic, as Cosprod, kështu me radhë, nuk ka rëndësi ti bën tag Tjendi, dhe në vit 4 postime të sponsorizuara që sot në mos gaboj Facebook e këto kanë dhe postime të tipit $2-3, diçka të ulët, mendoj. Duke komunikuar me personi menaxherin tuaj të shitjeve, do t'i thoni atij emrin e akauntit që ju do përdorni nëpër media sociale, mund të jetë 1, mund të jetë 2, mund të jetë 3, si të doni. 2% e xhiros do kthehet në formën e pajisjeve në fund të vitit, nëse ju plotësoni këto kushte. 2026 është duke ardhur. Ajo që ne lajmërojmë nga 1 janari, jo më nga 13 nëntori, Adi, jo më nga 13 nëntori, po duke filluar nga 1 janari, llogaritja e xhiros së secilit do të fillojë të mbahet, të ruhet. Nuk kemi akoma një bashkërenditje, kemi diskutuar këto ditë, por nuk kemi akoma një bashkërenditje. Pretendohet që diku në mbylljen e 6 mujorit të parë nga Etronic për klientët e Shqipërisë, ne do të kemi një ndarje çmimesh që do bazohet në pastaj llogarie dhe që Adi do t'ju japi detajet. Dhe eventin e fundvitit me 99%, to janë të gjitha me një pikpyetje aty, nuk e kemi ndarë akoma, por unë mendoj që do të jetë ashtu,
Eventin e fund vitit, siç po bëjmë këtë, ka shumë mundësi ta bëjmë në një nga vendet e rajonit, pra ose në Kosovë ose në Maqedoni, për të takuar dhe atje për na u dhënë mundësia që të takojmë bashkëpunëtorët tanë atje. E fundit, për elektronikun, ata që kanë dëshirë, ne kemi një kanal në WhatsApp, ku do të hedhim vazhdimisht mesazhet tona, jeni të ftuar që të na bashkangjiteni aty, do të hedhim vazhdimisht të reja, gjëra interesante, produkte të reja të cilat ne mendojmë që janë të vlefshme për t'ja u treguar dhe për t'ja u dhënë. Në fund prezantimit. E nisëm prezantimin duke thënë çfarë është kjo. Ta fusti çipi? Apo e lë. Çfarë ishte kjo? Si u përgjigjem shpar? Nuk është një kamerë. Nuk është një kamerë. Nuk është asmjeti fuqishëm. Kjo ka qenë një kamera në momentin që është prodhuar atje në Tianjin. Në çast që ka dalë nga makineria, kjo është një kamera. Në çast që kjo kamera ka ardhur këtu, në çast që ti ke shkuar, je marrë me Adin, më falni Adin, Arbenin e kështu me radhë. Ke vrarë trurin, ke marrë pjesë në evente, ke marrë pjesë në trajnime. Je sot këtu duke dëgjuar. Kjo nuk është me një kamera. Po kjo është koha. Kjo është diçka e cilën ti nuk mund ta masësh. Nuk mund të vendosh një çmim. Gjithçka që ti ke harxuar për të kuptuar që pikërisht kjo, sa nga ju pat dhe modeli, as modeli nuk e njoh, pikërisht kjo është ajo që të duhet. Dhe ju lutem, nëse nuk e vlerësoni këtë, asnjëherë nuk keni për të qenë kryesor dhe për t'i dhënë çmimin që duhet produktit dhe kohës tuaj. Dhe kjo, si përfundim, është thjesht një koncept, një ide. Dhe për kuriozitetin tuaj, është bosh, nuk ka as kamerë brenda, pa shka se këta ma dhanë me kamerë mua. Sepse unë dua që të jap një ide, të fus në kokë një koncept, të cilin ndoshta, pa e parë ju kështu me sy, nuk do ta imagjinoni dot. Imagjinoni këtu gjithçka që ju keni harxuar për të arritur që të kuptoni ç'është kjo, për ta përdorur këtë. Dhe nëse sikur vetëm me njërin për jush unë ta kem arritur këtë, jam njeriu më i lumtur sot. Faleminderit. A ka një pyetje? A ka një pyetje në gjë? Se unë e kam gjithmonë një kështu që dikush mund të ketë një pyetje.